Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit me shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes, përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Të nderuar dëgjues dhe shikues, tema e Imam Mehdiut zë një vend të veçantë në besimin islam, duke përfaqësuar një të vërtetë të thellë shpirtërore dhe një premtim hyjnor për rikthimin e drejtësisë në një botë të mbushur me padrejtësi. Ai përmendet në hadithe autentike si shenjë e mëshirës së Allahut dhe si shpresë për besimtarët në kohë provash e trazirash. Edhe pse realiteti i tij mbetet i padukshëm për sytë e njerëzve, besimi në ardhjen e Imam Mehdiut forcon durimin, besimin dhe bindjen se e vërteta dhe drejtësia me lejen e Allahut do të triumfojë patjetër dhe përsëri. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotet. Ta sin mim. Këto janë vargjet e librit të qartë. Ne do të tregojmë ty pjesë nga historia e Musait me faraonin, ashtu siç kanë qenë me të vërtetë për njerëzit që besojnë. Me të vërtetë që faraoni madhështohej në tokë dhe banorët e saj i kishte përçarë në grupe. Disa prej tyre i përndiqte, u avriste fëmijët, meshkuj, ndërsa femrat u alinte gjallë. Ai ka qenë vërtet keqbërës. Por vullneti ynë ishte që t'u jepnim mirësi atyre që qenë të shtypur në tokë, t'i bënin prijës e trashëgimtar. Të dashur vëllezër dhe motra, të gjithë ne besojmë në gajb, pra në dijen e fshehtë. Dhe kjo është pjesë e besimit islam. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në ta, sepse është prej Allahut. Është udhëzues për ata që janë të devotshëm, ata që e besojnë të fshehtë pra gajbin, e kryejnë faljen, namazin, dhe prej asaj që ne u kemi dhënë, ata japin zakat, sadakat të tjerë. Ajeti i parë dhe ajeti i tretë, nga ajeti i parë deri në ajetin e tretë të surës Bekare. Me të drejtë, mund të shtrohet pyetja këtu: kush është ai që e di të fshehtën, atë që do të ndodhë në të ardhmen, në dynja, në univers dhe pas dynjas? Nëse duam të njohim të fshehtën, kujt duhet i drejtohemi dhe ku duhet të shkojmë? Cili është ai që e njeh të ardhmen, e cila është në vetvete një pjesë e së fshehtës? Sipas Islamit, përgjigjja e prerë për të gjitha këto pyetje është se askush nuk e di të fshehtën përveç Allahut të madhëruar. Në Kuranin Fisnik, urimi i parë i legjislacionit islam, ka shumë lajme të dijes së fshehtë dhe për të ardhmen tonë. Pjesa më e madhe e Kuranit trajton domethënien e dijes së fshehtë, pra gajbin, si kujtim të gjatë ose kuptim. Kurse lajmet për të ardhmen, për tokën dhe për ngjarjet e saj, Kurani ka paraqitur në shumë vende të tij. Gjithashtu, burimi i dytë i legjislacionit pra i shariatit islam trajton hadithet e transmetuara për muslimanët nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por jo vetëm, dhe hadithet të ardhura nga Ehli Beiti që flasin për lajmet e së ardhmes. Dhe për temën e ditës së sotme, ka qindra hadithe dhe transmetime të shumta,
të cilat thonë se Imam Mehdiu është e vërteta e padiskutueshme. Një pjesë e dietarëve kanë thënë se mira transmetime që flasin për të ardhmen dhe fundin e kësaj bote janë të vërteta. Një prej çështjeve që ka lidhje me besimin në ghaib dhe tek e fshehta është edhe çështja e imamit të fundit e Imam Mehdiut, Allahu e shpejtoft ardhin e tij. Kjo çështje nuk është e posaçme vetëm për një grup muslimanësh apo për një medhheb të caktuar. Nuk është çështje e posaçme e shiizmit vetëm. Kjo çështje është e përgjithshme që i përket të gjithë muslimanëve të cilët besojnë në Allahun Zotin një dhe të vetëm dhe jemi ummet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse vetë profeti ka lajmëruar pikërisht për këtë çështje. Derisa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar për këtë, atëherë duhet të zbatohet thënia e Kuranit të shenjtë, që thotë Bismillahirrahmanirrahim. Çfarëdo që t'ju jap i dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Ajeti 7 i surës Hashr. Le ta nisim temën e ditës së sotme me pyetjen: kush është Imam Mehdiu? Ai është Muhammed, i biri Hasanit, i biri Aliut, i biri Muhammedit, i biri Aliut, i biri Musait, i biri Gjaferit, i biri Muhammedit, i biri Aliut, i biri Hysejnit, i biri Aliut, i biri i Ebu Talib, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Pra ky është zinxhiri i baballarëve, i gjyshërve, i stërgjyshërve derisa arrim tek Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Ky është zinxhiri i familjes, pra nga ka ardhur Imam Mehdiu, paqja qoftë mbi ta. Imam Mehdiu, Allahu e shpejtoft ardhin e tij, ka lindur në Samarra, e cila ndodhet në Irak në vitin 255 të Hijrit. Imam Mehdiu, Allahu e shpejtoft ardhin e tij, e filloi udhëheqësinë pra imamatin pas vdekjes së babait të tij Imam Hasan Askariut, paqja qoftë mbi të, në vitin 260 të Hijrit. Ky imam është shpëtimtari i njerëzimit, ardhin e të cilit e përgëzojnë fetë qiellore. Ai do ta përmbush tokën me drejtësi e mirësi, pasi të jetë mbushur e gjitha me padrejtësi dhe ligësi. Dhe këtë e ka lajmëruar profeti Muhammed dhe imamët e tjerë të ehlibetit të pastër, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Çështja e lindjes së tij është fshehur nga frika e pushtetit të Abbasit, që kërkonte ta vriste këtë imam. Për Imam Mehdiun ka dy të fshehta, e fshehta e vogël dhe e fshehta e madhe, pra e gjata. Le të flasim pak për të fshehtën e vogël, ose atë të shkurtrën. Kjo fshehje filloi me lindjen e Imam Mehdiut, Allahu e shpejtoft ardhin e tij, në vitin 255 të Hijrit dhe përfundoi me vdekjen e përfaqësuesit të tij të katërt në vitin 328 të Hijrit. Gjatë fshehjes së vogël, pra kësaj të shkurtër, imami kontaktonte me pasuesit e tij nëpërmjet përfaqësuesve të tij në mënyrë të fshehtë. Ata përfaqësues ishin si më poshtë: Uthman ibn Saad al-Umari, Muhammad ibn Uthman al-Umari, Hussein ibn Ruh al-Nawbakhti dhe Ali ibn Muhammad as-Samarri. Të gjithë këto ishin përfaqësuesit të cilët Imam Mehdiu, Allahu e shpejtoft ardhin e tij, kishte caktuar që të mblidhnin pra çfarë kishin nevojë njerëzit, të kontaktonin me imamin nëpërmjet këtyre përfaqësuesve katër, të cilët i përmendëm si më poshtë. Kjo ishte për sa i përkiste fshehjes së vogël. Çfarë ndodhi që ndodhi fshehja e madhe më pas, ajo më e gjata. Kjo fshehje ka filluar kur vdiq përfaqësuesi i katërt i Imam Mehdiut, Allahu ja shpejtoft ardhin e tij, pra Ali ibn Muhammad as-Samarri, pasi vdiq ky përfaqësues i katërt i këtij imamit në vitin 328 të Hijrit, filloi fshehja e madhe dhe do të vazhdoj derisa Allahu ta urdhëroi ardhjen e këtij imami përsëri në këtë botë. Prania e Imam Mehdiut, Allahu e shpejtoft ardhin e tij, ishte si një bekim për njerëzit. Ai përkiste familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thonë që aq shumë fangjante me profetin Muhammed në lëvizje, në vepra, saqë njerëzit e zgjidhnin vetë që të shkonin dhe ta ndiqnin rrugën e këtij imami, Allahu ja shpejtoft ardhin e tij. Prania e Imam Mehdiut dhe jetëgjatësia e tij kanë lidhje me fuqinë e Allahut të madhëruar, se fuqia e Allahut është fuqi absolute. Ai ka në dorë çdo gjë
dhe Allahu kontrollon çdo rregull të kësaj bote. Përderisa Allahu e ka ngarkuar me misionin e ndreqjes së të shpëtimit të njerëzimit, po ashtu Allahu i jep atij jetë gjatësinë, njësoj si me profetin Nuh, paqja qoftë mbi ta. Pasi profeti Nuh, Allahu i dha jetë gjatësi në kryerjen e misionit të predikimit dhe të udhëzimit të njerëzve, dhe ai jetoi plot 950 vite, siç thotë Kurani i Shenjtë, duke e ftuar popullin e tij në rrugën e Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Ne dërguam Nuhun te populli i tij. Ai qëndroi tek ata 1050 vjet, e megjithatë, ata i përfshiu përmbytja duke qenë keqbërës. Ajeti 14 i surës Ankebut. Shkenca e sotme ka konstatuar se njeriu mund të jetojë me mijëra vite. Disa dietar kanë kryer disa eksperimente në mënyrë të ndryshme tek trupi i njeriu, tek kafshët dhe tek bimët, dhe kanë zbuluar se prej këtyre eksperimenteve janë ato të kryera në disa pjesë të nervave të njeriut, si në muskuj, në zemër, në lëkurë dhe në veshka. Dhe gjatë këtyre eksperimenteve që kanë bërë për të ngrirë, si mund të themi, njeriun, shkenca ka vërtetuar se përderisa ushqimi i duhur është i siguruar, ato qëndrojnë të gjallë e të fjetur. Qelizat e tyre rriten dhe shumohen në varësi të ushqimet që përdoret tek ta, dhe treta, koha nuk ndikon kurse si tek këto njerëz. Kjo do të thotë se ato as nuk plaken dhe as nuk dobësohen me kalimin e kohës. Madje, atyre nuk u duket as gjurma më e pakët e plakjes. Dhe përkundrazi, ato rriten dhe shtohen në kohë, njësoj si kur rritej e shtohej në vitet e mëparshme. Pika e katërt, të gjitha dukurit tregojnë se ato pjesë, pra siç përmendëm, nervat e njeriu, muskujt, zemra, lëkura dhe veshka, të gjithë këto do të qëndrojnë të gjalla dhe në gjumë, përsa kohë studiuesit do të jenë të durueshëm në mbikëqyrjen e tyre, dhe përsa kohë sigurimi i ushqimit të këtyre njerëzve të fjetur, si mund të themi, do të jeti mjaftueshëm për to. Pra, nëse shkenca me kaq dituri sa kemi, kanë arritur në këto konkluzione, pra me kaq sa mund të bëjnë eksperimente tek njeriu, tek kafshët e shumë të tjera. Po Allahu madhëruar që ka fuqinë absolute për të na krijuar, për të na ringjallur, atëherë Allahu, ashtu siç e treguam dhe këtu, dhe shumë herë më shumë, pra kujdeset për Imam Mehdiun dhe për fshehjen e tij dhe për ta nxjerrë atë në një ditë ku bota do të jetë e mbushur me padrejtësi, me zullum e shumë të tjera, dhe do ta nxjerrë këtë imam si shpëtim për gjithë njerëzimin. Kanë ardhur transmetime të sakta që flasin për ardhjen e Imam Mehdiut, paqja qoftë mbi të, në fundin e kësaj bote, dhe ai do të jetë kusht prej kushteve të Kiametit. Prej disa transmetimeve kemi një hadith i përcjell nga Ebu Sa'd al-Khudri, i cili ka transmetuar se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: në fundin e kohës së ummetit tim do të paraqitet Mehdiu. Allahu do t'i dhuroj shi, toka do të nxjerr frutet e saj, ai do të jap shumë para, bagëtia do të shtohet dhe ummeti do të madhështohet. Dhe Albani ka thënë se zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi është i saktë. Ummu Salama ka thënë: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, duke thënë: Mehdiu është nga prerjardhja dhe familja ime, dhe nga pasardhësit e Fatimes. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: i dërguari i Allahut ka thënë: Mehdiu është prej jush, prej nesh më falni, pjesëtar i familjes time. Allahu do ta udhëzoj brenda një nate ata, pra Imam Mehdiun. Dhe zinxhir dhe të është verifikuar ky si hadith nga Ahmed Shakir, i cili ka thënë se zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi është i saktë, dhe nga shumë dietar të tjerë të ehli sunetit që e kanë vërtetuar që ky hadith është i saktë i ardhur nga profeti Muhammed. Vula e profetëve, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nëse vetëm edhe një ditë do mbes para ditës së Kiametit, Allahu do të dërgojë një burr nga familja ime që do ta mbush këtë botë me drejtësi dhe pa anësi.
ashtu siç ajo ishte e mbushur me shtypje. Pra do ta kthej botën në anën e saj më të mirë. Do ta kthej tek njerëzit drejtësinë, mirësinë, butësinë e çdo ndjenjë të bukur e cila do t'i mungojë njerëzve në ato kohë. Transmeton Abdullah ibn Mas'udi, nga i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, se ka thënë: botës nuk do të vijë fundi derisa arabët të sundohen nga një burr prej familjes sime, dhe emri i të cilit do të jetë si emri im, subhanallah. Dhe në një version tjetër thuhet: emri i të cilit do të jetë si emri im, dhe emri i babait të tij do të jetë si emri i babait tim. Në një transmetim tjetër të ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për Imam Mehdiun, Allahu ja shpëtoft ardhjen e tij, thuhet: botës nuk do t'i vijë fundi derisa një burr nga familja ime, emri i të cilit do të jetë si emri im, të sundoj arabët. Dhe thot profeti Muhammed në një hadith tjetër: Mehdiu do të jetë nga familja ime, nga pasardhësit e Fatimes, vajzës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Xhabir, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Isai do të zbresë dhe do të udhëheq Mehdiun dhe do t'i thotë: eja na udhëhiq në namaz. Por ai Isai do t'i thotë: jo, ata duhet t'i udhëheq dikush nga ju si nder që i ka bërë Allahu këtij ummeti. Ndërsa në versionin e transmetuar nga Muslimi thuhet: pastaj do të zbresë Isai, biri i Merjemes, dhe udhëheqësi i tyre do t'i thotë: eja na udhëhiq në namaz. Por profeti Isa do të thotë: jo, disa nga ju janë udhëheqës mbi të tjerë, si nder nga Allahu për këtë ummet. Transmetohet nga Saad al-Khudri, nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë: ai është prej nesh, pas të cilit do të falet Isai i biri i Merjemes. Dhe ky hadith është me zinxhir të transmetimit të saktë. Kemi shumë hadithe të tjera të nderuar dëgjues dhe shikues, të cilat gjenden në literaturat islame, të cilat arrin shkallën e lartë që tregojnë për pozitën e këtij imami, të cilët të gjithë e presin, qofshin për atyre të cilat ndjekin rrugën e profetit, rrugën e Ehli Bejtit, e cila është rruga e këtij imami të fundit, që është besimi në Allah, bërja veprave të mira dhe qëndrimi në këtë rrugë të palëkundur. Të dashur vëllezër dhe motra, shumë dietar, shumë teolog, shumë njohës të fesë dhe haditholog kanë thënë shumë dhe kanë folur shumë për Imam Mehdiun, paqja qoftë mbi ta. Dietari Muhammed Safarini ka thënë: ka shumë transmetime të cilat flasin për ardhin e Mehdiut, të cilat arrin shkallën tewatur. Ato janë shumë të njohura tek dietarët sunit dhe janë bërë pjesë e besimit të tyre. Më pas ai citon një numër hadithesh rreth ardhjes së Mehdiut dhe emrat e sahabëve që i kanë transmetuar. Hafiz Abu Hasan el-Abiri ka thënë: hadithet mutawatira të transmetuara nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që e përshkruajnë Mehdiun, janë të shumta. Ato tregojnë se Mehdiu do të jetë nga familja e profetit, do ta mbush tokën me drejtësi, dhe Isai i biri i Merjemes do të vijë dhe do ta ndihmojë të vrasë Dejjalin, do t'i prij pra Mehdiu ummetin në Islam, dhe Isai, paqja qoftë mbi të, do të falet pas Imam Mehdiut, Allahu ja shpëtoft ardhin e tij. Dhe nga të gjitha këto që përmendëm më lart, dhe në pah se çështja e Imam Mehdiut është e vërteta e padiskutueshme, dhe besimi në të është besimi në të fshehtën, pra në ghaibin e madh. Dhe do doja ta mbyllja emisionin për ditën e sotme me një lutje drejtuar Allahu xhelishanhu, le të lutemi së bashku. O Zoti ynë, ne dëshirojmë nga ty që me shtetin e nderuar të Imam Mehdiut ta lartësosh Islamin dhe pasuesit e tij, ta poshtërosh hipokrizin dhe ndjekësit e saj, të na bësh neve në atë shtet prej thirrësve në bindje ndaj teje, udhëheqës në rrugën tënde, për hir të atij shteti, të na dhurosh dinjitet në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Amin, o Zot i botëve.
në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.